Një gotë verë të ngrohtë në këto ditë dimri, por dhe varietete verrash nga më të ndryshmet. Në një vitrinë të madhe në qendër të Durrësit, produktet më të mira të tokës durrësake do të ekspozohen për 3 ditë rresht në sheshin Liria. Rreth 30 subjekte private sollen për qytetarët durrësak, jo vetëm produktet e kantinave tona, por dhe reçela dhe glikote larmishme, perimet e thata, vajin e ullirit, origjinalitetin e gastronomisë son, artizanatin, por edhe string art. Në të tretin edicion të Panairit Verë dhe Tradit, të shumta janë subjektet private që nuk marrin pjesë për herë të parë. Kjo është hera e tretë që marrim pjesë. Edhe ne prezantojmë me verët tona, me 3 varietetet, merlot, babe birë edhe shesh i bardhë. Kemi domatën e thatë që bëjmë në gostë kavajës, kemi domatën e thatë në vaj, kemi palligjanin, fileto palligjani, kemi palligjan mix, kemi trangullin, domatën turshi, salcën. Glikoja gështenjës është diçka shumë e veçantë që e prodhojmë vetëm ne. Është reçeli boronisës së egër, reçeli manaferës. Këto ecin mjaft, janë shumë kërkuara, qoftë nga tregu i vendit ashtu edhe nga këto turistët që na kanë ardhur. Vera e ngrohtë në këtë moment, sidomos tash në dimër një fjalë, është shumë e pranueshme edhe nga festa do të vazhdojë. Panairi është në datë 19-20. E shoh që kush vjen dhe e provon, mbetet shumë i habitur sepse është diçka e re për shqiptarët. Për organizatorët, synimi i Panairit është për të promovuar potencialet gastronomike të qytetit të Durrësit dhe të fshatrave turistik përreth në këtë prag të ndrimit të viteve. Panairi Verë dhe Tradit vjen për të tretën herë në qytetin e Durrësit, fal mbështetjes së Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe fal vizionit të kryetarës së bashkisë. Këtë vit vime më shumë operator ekonomik, ka pasur një interes të shtuar nga kantinat e verave, nga qyteti i Durrësit dhe fshatat turistik përreth, ka pasur një interes të shtuar edhe nga artizanët, gjithashtu me punimet e tyre të dorës, por në fokus trashëgiminë kulturore. Gjithashtu kemi edhe më shumë operatorë të cilët duan të ekspozojnë produkte tipike lokale, duke na shpërfaqur të gjithë potencialin gastronomik të qytetit tonë. Përgjatë fundjavës, Panairi që organizohet me mbështetjen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit do të jetë i hapur gjatë gjithë ditës.